bashk ne këndojmë, të gjithë këndojmë. Na sjell gaze hare, qefi gëzim, kur këndojmë këngën tonë. Bota e rozit, bota e rozit, sa lumturi kur miqtë e tu i ke pran. Boronica kaltroshi, ariu e Zotit lis, e gjithë kjo është bota e saj. Mistri, pirun, vetëm këto më duhen. Dorashka kopshtari janë ato, Rozi? Po, Lula dhe unë do të ndihmoj Mariun e madh te kasollja e tij. Kaltrosh, dëshiron të vish dhe ti? Ha? Ha? Kaltrosh? Aha! Ha? Po nga shkoj? Të lumë ti e shumë i Zoti, ja dole kami. Rozi, të lutem, a ke parë dhe ti një tort? Ç'kemi kaltrosh? Çfarë ka kaltroshi kështu? Unë nuk e di. E pyeta nëse donte të vinte të na ndihmonte për të mbjellë farat, por duket se është i zënë. Kjo do të jetë fantastike. Hey, Rozi, a nuk është ajo lulja e bukur? Kjo ishte e papar. Shaka e bukur, Mina. Kjo ishte një nga shakat më të bukura që kam bërë ndonjëherë. Shpejt, kape Lola. Oh, Mina! E bukur apo jo? Çfarë ke, Kaltrosh? E di që duket e çuditshme, por unë mendova të kapja një tort. Po kaltrosh, keku nuk lëviz. Në fakt lëvizte. Kam përshtypjen se Mina do të ketë bërë në një lojë me ty. Oh, e dija këtë. Pse nuk vjen me ne të na ndihmosh të mbjellim disa fara? Ariu i madh do të bëj petulla pasi të mbarim punën. Mirë. Shpresoj që të mos ikin edhe petullat. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Ah, erdhe Rozi? I kam bërë gati farat. Do të t'i sjell sa të përzjej brumin e petullave. A mundem të ndihmoj? Sigurisht që mundesh, Kaltrosh. Wow! Ha? Po vezët nuk bëjnë ashtu. Motor turbo! Përsëri ky. Më duket se Kaltroshi është ngopur me lojrat e tua, Amina. Hej, Kaltrosh, thjesht po bëja një shaka. Po të duash ti mund ta mbash. Me të vërtet? Faleminderit, Mino. Mino, eja ta shohësh. Çfarë të shikoj, Kaltrosh? A i ke barë sa e bukur është kjo lulja këtu? Loje vjetër, Kaltrosh. A do ma japësh pak dorën, të lutem? Jo,
jo keq. Por ti nuk kërceve. Duhet ta praktikosh pak më shumë. Kur të mësohesh e ke më të lehtë. Po ti e di të gjitha këto. Jo të gjitha, o kaltrosh. Ha? Po çfarë është kjo? Janë nga Meksiko. Të ralla shumë. Nëse do t'ja hedhësh Minos, mund t'i marrësh. A m'jep të lutem? Por duhet i përdorësh vetëm brenda, sepse jashtë ato nxjerrin të lashe. Edhe mos e lë Minon t'i shoh, se prishet loja. Këto duhet i mbaj të fshehta, që të mos mi shikoj Minoja. Pom, dum, pi, pom, pom, pom. Ari i madh, do të marruash pak këto? Të lutem, mos ja trego askujt. Në rregull, kaltrosh. Këto do të jenë të sigurta. Jemi gati të fillojmë të mbjellim farat, Ari i madh. I kembi tavolinë, Rozi. Ariu i madh tha se do që të mbjell një lakër. Cila nga këto fara do të jetë? Mendoj se janë këto. Këto s'duken si fara lakre, më duken më shumë si fasule. Ato po lëvizin. Pa dyshim që kjo do të jetë në një nga shakat e Minos. Po i fus përsëri në kuti. Hey, ndaloni! Unë nuk kam bërë asnjë gjë. Vërtet? Atëherë kush e bëri këtë? Rozi, doja të të thosha që të mos e hapësh atë kutin blu. Ari i madh, a mund të më japësh tani atë paketon? Kaltrosh, po çfarë kishte aty? Fasule kërcimtare meksikane? Po nuk ka problem, sepse Kami më tha, nëse i mbaj brenda, i kap shumë lehtë, vetëm nuk duhet i lësh të dalin jashtë. Ose ndryshe jenë të lashe. Mos! Kjo po më gudulin. Na vjen keq që zoti Lis. Kujt, kapini! Po ku shkuan ato? Tani kjo është e kot. Po çfarë do t'i them tani Kamit? Mbase duhet i kërkojmë ndihmë zotit Lis. Kur isha fidan i vogël, pemët e vjetra më thoshin se për të kapur një klon, të duhet një klon. Çfarë, unë? Nuk bëhet fjalë. Prit pak, Mino. Zoti Lis ka të drejtë dhe ne na duhet ndihma jote. Ata po e ndjekin. Ju kapa! Po të duash mund t'i bash edhe më gjatë. Jo, faleminderit Kami. Për të paktën sot të kënaqem shumë. Dëshironi petulla tani? Pas gjitha ti vrapimi rreth rrotull, disa petulla do na bënin mjaft mirë.
Rozi, a e pe atë? Kaltrosh, edhe ti tani po bën shakat e Minos? Jo, Oh! Juahoba! Kami! Kjo është tota e Rozi.